inaugurimin e një rrugë mjaft rëndësishme, është rruga Albanët. Është faza dytë e implementimit të kësaj rruge. Pjesa e mbetur është më shumë se sa 1 kilometër ose 1010 metro. Është një rrugë me të standardet e saj, është një rrugë e cila më parë ishte një KOZ e cila ishte pamundur për të lëvizur qytetarët. Është një aks rrugë mjaft i rëndësishëm i cili lidh lagjet numër 2 të Kamzës, lagjen numër 3 të Kamzës, lidh Valiesin e Ri dhe Valiesin e Vjetër. Është një aks rrugë mjaft i rëndësishëm dhe ka një impakt të jashtëzakonshëm social, sepse ky aks rrugë bën të mundur që t'i shërbej një komuniteti prej më shumë se sa 10.000 banorësh, por jo vetëm këtyre banorëve, por edhe lagjet e tjera përreth saj ndikon ndjeshëm. Është një aks rrugë e cila krijon një unaz të qytetit, sepse bën të mundur lidhjen e rrugës Valiesit ose Abdi Bej Toptani me rrugën Skënderbeu. Ndërtimi i kësaj rruge ka edhe një tjetër impakt të jashtëzakonshëm, sepse është një nyje kryesore lidhëse me shkollën e kësaj lagje, me shkollën Kamza e Re. Por besoj që ndërtimi i kësaj rruge, prej më shumë se sa 1,5 kilometër në tërë gjatësinë e saj, do të bëjë mundur që të ketë më shumë të punësuar, dhe shihet qartë që edhe mjaft punëtorë që punojnë janë edhe banorë të kësaj lagje. Jam i sigurt që ndërtimi i kësaj rruge, si në gjithë rrugët e tjera të qytetit Kamzës, do të bëjë mundur që të zhvillohen më shumë biznese, dhe shihet qartë tek aksi i parë i kësaj rruge, të cilët ka me 10 biznese, por që tashmë edhe ky aks rruge që po ndërtohet kanë filluar biznese që të lulëzojnë, çfarë do të thotë që do të ketë më shumë mirëqenie për qytetarët e kësaj zone, por jam i sigurt që do të ketë edhe më shumë të punësuar, do të ketë edhe më shumë të ardhur për qytetarët, do të ketë edhe më shumë të ardhur për bashkinë, por për pasojë do të sjellë më shumë investime për banorët e këtyre lagjeve, por edhe për qytetin e Kamzës. Jam i sigurt që ndërtimi i këtij aksi rruge, por edhe më shumë se sa 50 segmenta akse rrugësh të tjera që po ndërtohen sot në Kamzë, janë si rezultat i punës së bashkisë dhe me menaxhimit të fondeve të marra nga të ardhat ose nga taksat dhe tatimet e këtij komuniteti. Por përveç kësaj rruge, qeveria shqiptare po bën të mundur dhe investimin e disa akseve tjera të rëndësishme, të cilët kanë një vlerë të konsiderueshme, por edhe një gjatësi dhe një impakt jashtëzakonshëm për qytetarët, siç janë një aks rruge në Laknas, e cila bën të mundur që e gjithë Kamza të ketë mundësi për të shkuar drejt autostradës ose aeroportit Nën Tereza ose Durrësit një kohë shumë më të shpejtë, apo një aks rruge mes Valiesit të Ri, që është rruga Zgjimi, e cila ka filluar prokurimi i asaj rruge, por janë edhe disa investime të tjera, të cilët po bëhen, po themi, me fondet e bashkisë dhe qeverisë. Jam i sigurt që në këto vite ka patur një impakt të jashtëzakonshëm këto investime, por bashkia dhe qeveria janë të angazhuar për të patur më shumë punësim, për të patur më shumë mirëqenie, për të patur më shumë integrim. Kështu që gjej rastin edhe një herë për të falendëruar për bashkëpunimin e ngushtë që kemi patur në këto vite me qytetarët e kësaj zone, edhe në implementimin e rrugëve, edhe në bashkëpunim, edhe në pagesën e taksave dhe tatimeve. Ndërkohë duhet t'ju them që kompania që ka fituar këtë tender është një ndër kompanitë më serioze sot në Shqipëri, dhe jam i sigurt që është më vërtet privilegj për këto qytetarë që kjo kompani vazhdon punimet e saj, dhe jam po aq i sigurt që kompania në cilën ka marrë përsipër ndërtimin e kësaj rruge do të bëjë të mundur që të mbyllet brenda afatit kohor, por edhe konform standardeve të përcaktuara në projektin e kësaj rruge. Jam po aq i sigurt që qytetarët e kësaj lagje të Kamzës dhe të gjithë Shqipërisë tashmë janë koshient me këto investime dhe me këto mirëqenie që po bëhen çdo ditë e më tepër, dhe jam i sigurt po aq që me datë 23 qershor do të ketë një pjesëmarrje masive në votime dhe do të ketë një vot popullore për qeverinë Berisha. Faleminderit.